Në studio me mua është një ftuar e veçantë, vjen nga Kanadaja, quhet Oli Pero dhe do të ndaj me ne një eksperiencë shumë të bukur. Është cilësuar, madje kudo që e lexova, si ëngjël mbrojtës i kafet. Pëlqen ky term se bën një punë shumë të mirë si aktiviste e palodhur në mbrojtjen e kafshëve të braktisura, madje ka krijuar organizatën Animals Need Me, ku strehon qindra kafshë të braktisura që janë mace, kujdeset për to. Ka një staf që në punë vullnetare bën një punë të jashtëzakonshme për t'i mbrojtur, dhe aq më tepër në një shoqëri që ne jemi pak të dhunshëm edhe nuk sillemi siç duhet me kafshët e rrugës. Mirë se erdhe. Faleminderit Niki, për mua është kënaqësi të jem në emisionin tonë sot. Organizata Animals Need Me është krijuar në vitin 2012, si në fakt një përpjekje për ta adresuar problemin e kafshëve ndacake, me të cilat ne hasemi çdo ditë të vitit, në çdo moment, sepse i kemi prezente në rrugët e qytetit, në përlagjet tona, kudo ku shkojmë, në ambientin e punës e tjerë. Dashuria ime për kafshët ka qenë e përhershme, por me rritjen kupton që ke mundësi me bëj diçka më tepër, edhe për këtë arsye kam vendosur me ju dediku, dhe dedikimi ka ardhur duke u rrit me ndërgjegjësimin që ka prap mungesa, sepse po të mos kishim mungesa, nuk do justifikohej shumë edhe angazhimi im, ose angazhimi i shumë kafshëdorësve të tjerë në Shqipëri që operojnë në qytete të ndryshme. Ndërkohë jeton në Kanada, apo jo? Ke marrë edhe në Kanada, ke marrë kafshë me vete. Sa të tilla ke në shtëpinë tënde në Kanada? Aktualisht kam 9 kafshë, shumica vinë nga Shkodra, nga Shqipëria, nga streha jone Animals Need Me. Në Kanada, unë punoj për kryqin e kuq kanadez. I konsulente aty, apo jo? Po, jam konsulente në menaxhimin e emergjencave. Pjesa e Animals Need Me është një angazhim komplet vullnetar i jemi, dhe i shumë anëtarëve të tjerë të Animals Need Me, të cilët japin kohën, dedikojnë shumë energji për ta çuar përpara këtë kauzë, edhe pse në Shqipëri është shumë e vështirë, sepse nuk ka një interes të mirëfillt për kafshët, por situata po ndryshon, sepse 12 vite më përpara kur unë nisa këtë, nuk ishte pothuajse asgjë, kishte vetëm disa nisma shumë të vogla individuale, dhe krejt pak interes, qoftë interes mediatik, qoftë që të hapej biseda në rrethet shoqërore, dhe kjo gjë ka ndryshuar me kalimin e viteve. Dhe unë isha për shembull tani në Tiranë dhe pa shumë tasa me ujë. Nga Kanadaja vjen shpeshherë edhe për të punuar edhe për të parë dhe për të advokuar, për të lobuar për institucione në fakt, pikërisht për këtë çështje, kauz që e ngre prej vitesh. Absolutisht, sepse përpjekja jonë si shoqat nuk mjafton, ose përpjekja jonë individuale nuk mjafton. Duhet që të gjithë aktorët të bëjnë detyrën e tyre, edhe t'i përqendrojnë energjitë për ta zgjidhur këtë problem, sepse në fakt është një problem qytetar. Është problem për kafshëdarsin, i cili nuk e don qeni në rrugë ose macën në rrugë, sepse aty do shtypet, do aksidentohet, do helmohet, do kesh trajtohet. Dhe jemi bërë shpeshherë pjesë e këtyre lobimeve, kemi parë shpeshherë nëpër media, video të keq trajtimit të kafshëve ndacake. Dikush në ashensor që kemi parë një video të fundit, dikush në rrugë. Pse i dhunojmë ne kafshët? Arsyet janë të ndryshme, ndoshta zonja që ishte këtu mund të kishte dhënë disa përgjigje më tepër shkencore për faktet, sepse mendoj që shoqëria shqiptare ka shumë mungesa sa i takon empatisë ndaj kafshëve, vjen pak e trashëguar edhe nga sistemi totalitar 50 vite në komunizëm, ku kafshët nuk u konsideroheshin si ishin pronë, dhe ti duhet të kishe një pronë, ose duhet të shërbeshin vetëm për një qëllim, ose për trujt shpinë, ose për trujt baktit, por jo si, ose për të gjujt mit, në rastin e maceve, por jo në sensin e afeksionit. Pra janë kafshë utilitare dhe jo kafshë shoqërimi, që në fakt janë kafshë shoqërimi, sepse ne i kemi zbut për të na qëndru afër, për të na lajmëruar kur kemi një rrezik e tjerë. Dhe mendoj që ne e kena thyr pak lidhjen natyrale që mund të kishim me kafshët. Dhe kjo gjë duhet eduku me kalimin e viteve, sepse është fakt që i kemi mes nesh. Nuk mund t'i zhdukim, nuk mund t'i largojmë sepse nuk na pëlqejnë ne. Do jenë aty. Kanë dhe përfitime shëndetësore mbi të gjitha. Patjetër, do të jenë aty. Dhe mendoj që shoqëria shqiptare ka përparime për me bë. Unë mendoj që është në rrugën e duhur dhe po i bën. Thjesht do kërkojnë kohë, përpjekje, sanksione, sepse ne nuk kemi akoma sanksione të cilat në momentin që ti cënon integritetin e një kafshë, po thona vrasje në tjerë të penalizohesh, ose kemi braktisje të përditshme, prandaj edhe kemi edhe shumë kafshë në rrugë, dhe ndërkohë kemi sanksione për braktisjen. Pra të gjitha këto ndodhin ato që ndodhin pastaj në të gjitha këto po të adresoheshin në nivel institucional, do të kishim gjysmën e gjanave të rregulluara. Pastaj do të na takote ne si individ të bashim pjesën tonë, ose ne si shoqata,
Sa të tilla janë në Shqipëri? Unë mendoj që Keni edhe a jeni bërë bashkë për të kërkuar dhe troketur dyerve të institucioneve, pikërisht për të advokuar, lobuar për sanksionet, për institucionet me sa diu nga gjitha bashkitë vetëm 2-3 janë që mund të që le themi merren me sterilizimin e tyre, pra një pjesë e konsiderueshme ose 90% e tyre nuk kanë ndërmarrë as nuk e kanë në projekt për të sterilizuar kafshët e ndacake. Nuk kanë ndërmarrë hapa, është e vërtet. Në Shqipëri ekzistojnë disa iniciativa si e jona, disa janë shoqata të legalizuara, disa të tjera janë thjesht grupime vullnetare ose individ që veprojnë në kapacitet individual, me fuqitë e tyre, dhe mendoj që në total mund të jenë diku 20-25 në gjithë Shqipërinë, sigurisht nuk mjafton, dhe prandaj duhen edhe përpjekje më të koordinume, qoftë midis nesh, qoftë me institucionet. Dhe nuk duhen lënë asnjëherë në harres institucionet, sepse paguhen me paratë e taksa paguesve shqiptar për të ofruar shërbime të caktuara. Dhe ndërto, ligji e parashikon që për shembull, kompetencën për trajtimin e problematikës së kafshëve ndacake t'ia ketë kalu bashkive të vendit. Dhe është një VKM që quhet VKM-ja 475 e vitit 2021, e cila thotë që çdo bashki duhet të ketë projekte sterilizimi, vaksinimi, të hap streha etj. Edhe pse strehat në momentin aktual nuk janë të këshillueshme në Shqipëri, sepse kemi shumë kafshë ndacake dhe nuk i zënë strehat dhe të gjitha parat do shkojnë për të ushqyer këto kafshë, për t'i trajtuar në streha në kushte jo të mira dhe në fakt qytetarët do vazhdojnë të braktisin. Dhe do ishte më e ullës që të kishim parandalim përveç se trajtim, si që tha dhe zonja në rastin e Ankthit, duhet punohet më shumë me parandalimin. Me parandalimin e vërtet. Në qoftë se më lejon, do të shpjegoja për organizatën tonë, për punën që po bëjmë aktualisht, sepse jemi në afër zgjedhjeve të 11 majit, dhe organizata jonë ka përgatit një platformë politike, si tip manifestoje, të cilët ja ka dërguar partive kryesore në vend, në mënyrë që ata ta integronin në programin e tyre politik. Dhe ne kemi zhvilluar disa takime ose disa telefonata. Kemi kërkuar 5 pika kryesore, të cilat janë merren më tepër me parandalimin, përveç se me trajtimin, po përmendi këtu rastin e mikroçipimit dhe të identifikimit dhe të regjistrimit të kafshëve shtëpiake, në mënyrë që këto kur përfundojnë pastaj që t'jenë ndacake, të kemi mekanizma për t'i trek, edhe për të bë, po thona, sanksionet etj. Tip gjurmëshmërie? Gjurmëshmërie, bravo. Pjesa tjetër është sterilizimi dhe vaksinimi, të ketë një program kombëtar dhe të mos lihet vetëm në vullnetin e bashkive, sepse shpeshherë bashkitë kanë, jo të gjitha bashkitë janë të fuqishme, jo të gjitha bashkitë kanë fonde dhe kanë buxhete të caktuara, prandaj do të ishte e mirë që të kishte një program kombëtar, të ishte pak më i suportuar nga qeveria qendrore. Kemi gjithashtu përpjekjet për edukimin dhe ndërgjegjësimin. Organizata jonë merret me edukim në shkolla, jemi aktualisht e vetme në Shqipëri që kemi një program të mirëfillt edukimi nëpër shkolla, për rëndësinë e përgjegjshme dhe për ndërveprimin e sigurt me qend. Pika e 4 ishte zbatimi i ligjit, kemi ligje të cilat nuk po zbatohen mirërisht, dhe e fundit ishte rritja e bashkëpunimit ndërinstitucional në lidhje me këtë problematik dhe me organizatat. Për shembull të krijojë një komitet ose një grup pune që do punonte për këtë fakt. Sa i kanë marrë parasysh mendon? Atëherë, ne kemi pas disa kontakte me partitë politike, sepse dëshirojmë që ta çojmë përpara me të gjitha partitë. Animals in Me nuk ka përkatësi partijake, sepse kjo është një problem qytetar dhe do të vazhdojë të jetë një problem qytetar. Kemi pas kontakte me Lëvizjen Bashk, kemi pas kontakte me nismën thurje dhe me koalicionin Shqipëria Bëhet, gjithashtu me Partinë e Lirisë, me Partinë Agrare Ambientaliste, të cilët na kanë kthyer edhe përgjigje zyrtare që dëshirojnë, madje Shqipëria Bëhet e ka futur në programin e vet politik, dhe ndërkohë po pres që të kemi takime me Partinë Demokratike dhe partitë e tjera, Partinë Socialiste e tjera. Oli ka marrë rrugën nga Kanadaja për këtë çështje. Po. Për t'i takuar partitë politike dhe për t'i shtruar këtë çështje. Bravo. Po, tamam, pyetja është pse jo, sepse më përpara ne kena bë provë të gjitha të tjerat. Pra ne jemi një organizatë që e ka bë ciklin e plot të kësaj pune. Kemi bë shpëtimin, kemi bë sterilizimin, kemi bë strehimin, adoptimin dhe gjitha dhe asgjë s'ka ndryshuar. Pak gjëra kanë ndryshuar. Duhet të bërtitet të thirret fort për këtë çështje. Duhet të marrin pjesë edhe aktorët e tjerë. Më shumë qen apo mace keni në strehën tuaj? Ne trajtojmë më shumë qen, sepse e para problematika e qenëve të rrugës është më e dukshme se sa ajo e maceve. E dyta, macet janë më të pranuar në shoqëri, adoptohen më kollaj se sa qent. Dhe kemi një streh më të përshtatshme për qenë se sa për mace. Për mace nuk e kemi akoma, i mbajmë në për familjet e vullnetarëve. Është vërtet që gratë preken më shumë për këtë çështje se sa burrat? Është shumë e vërtet.
Ditë them që në rang botror, 80% e punonjëseve ose vullnetarëve të kësaj kauze janë femra. Në rastin e Shqipërisë, 95% janë femra. Kush e këto videot e kish trajtimi të braktisjes ose rastet e shpëtimit, nëse mund të tregosh në një histori, shumë histori suksesi mund të kesh, por që ndoshta edhe për t'i motivuar dhe frymëzuar ata që na ndjekin. Okej, organizata jonë përveç se nuk e ndjek thjesht si palë e tretë në ngjarjet që ndodhin me abuzimet e kafshëve, ne kemi me të vërtet një studio ligjore e cila na ndihmon bashkë me 3 avokat që na ndihmon për t'i trajtuar rastet e abuzimeve të kafshëve, ku çdo qytetar ose çdo grup kafshdashës ose shoqat në Shqipëri, nëse është dëshmitar ose ka hasur një rast abuzimi, mund të drejtohet te organizata jonë dhe ne konkretisht personalisht unë merrem me intervistimin e tyne për të kuptuar më tepër se çka ka ndodhur, mbledh të gjitha rrethonat e fakteve, mbledh provat dhe i baj gati për avokaten tonë. Më pas është avokati e cila merret përsëri me disa çështje të tjera, plotson kuadrin ligjor dhe i drejtohet pastaj prokurorive të vendit dhe kemi 34 raste që i kemi trajtuar në në të gjitha prokuroritë e Shqipërisë. Mirëpo, këto raste nuk kanë pas sukses. Ditë them që i vetmi sukses që kemi pas është që personat të thirreshin ose keqbërësi i dyshuar ose i prezumuar të thirrej në prokurori dhe t'i bëheshin pyetje. Pavarësisht se nuk e ka pranuar asnjëherë që e ka bërë faktin, ne kemi bërë këtë çështje. Ka disa problematika që lidhen me këtë gjë, sepse këto raste nuk kanë pas sukses. E para, kuadri ligjor aktual për kodin penal ka shumë vrima, prandaj është shumë e kollajt mu kapte vrima dhe me thënë që nuk po e kryej këtë gjë sepse nuk është plotsu kjo. Kjo është e para. E dyta, ka raste që dëshmitarët nuk paraqiten fare sepse kanë frikë të konfrontohen me keqbërësin dhe nuk i duket një çështje aq e rëndësishme se okay, unë e denoncova, pa tash s'du të merrem me tej. Edhe kjo na pengon jashtë masës sepse kur jemi para prokurorit dhe dëshmitari kyç nuk paraqitet, është e vështirë. Ka edhe disa raste të tjera kur është ngatruar kuadri ligjor i kodit penal me çështjet administrative dhe shpesh ka prokuror që e kanë trajtuar këtë gjë si çështje administrative duke e dismiss me një. Dhe në fund fare, në shtëpinë tënde në Kanada ke qenë mace më shumë? Kush kujdeset? Si të delkua të kujdeset sepse duan kohën e tyre për t'i nxjerrë, për t'i ushqyer, për t'i pastruar? Unë kujdesem, bashorti gjithashtu, djali gjithashtu, kena 5 mace edhe 4 qen për momentin. Janë të gjithë me problematikat veçanta, pleqërie, probleme sjellje, probleme sëmundjesh. Ka raste që punoj nga shtëpia, pra e kam pak më të kollaj që t'i dedikohem. Për kryqin e kuq kanades. Po, punoj për kryqin e kuq, po. Shumë interesante. Në fakt, bëhen bashkë shumë e shumë njerëz, mbi të gjitha të ndërgjegjësohet një shoqëria, sepse vetë kultura ose trajtimi i kafshëve në Kanada është ndryshe, kemi një qasje komplet ndryshe ne me ta, besoj ka një diferencë të madhe. Për hir të vërtetë, nuk është perfekt as atje, ka shumë probleme. Ndaj unë edhe ju falenderoj që më ftut në emision, sepse më lejon që ta transmetoj mesazhin tim, pak më gjerë. Bukur fort, unë të falenderoj për punën e jashtëzakonshme që ju bëni. Faleminderit që erdhe. Shumë faleminderit. Këtë problematikë, duhet të thënë që një qen apo një mace nuk është thjesht një kafshë ndacake, është një qenie që kërkon dashuri, vëmendje, një streh gjithashtu. Ndaj mos i braktisni, mos i keq trajtoni, mos abuzoni me to. Faleminderit Oli. Shumë faleminderit Niki. Faleminderit dhe juve që na ndoqët për gjatë transmetimit tonë të drejt për drejt nga ora 9 deri në orën 11. Kalofshi një ditë të bukur, në vazhdim ndiqni programacionin e Report.